Se ka, ose të mund të afrosh pak më afër për punën e telefonit. Okej. Kjo ka rëndësi. Ne të dëgjojmë shumë mirë. A je mirë sepse ne të kemi mik të vjetër apo ja të kemi pasur një herë në program? Po, pikërisht në këtë datë. Po, më thuaj ku ndodhesh ti? Ndodhesh në zyrën tënde, në shtëpinë tënde, se shikoj me një bibliotekë aty, me një librari të bukur. Po, ndodhe në zyrën time. Në zyrën tënde. Dhe shikoj që janë dhe 2 libra me titullin Masakra e Tivarit. Mund ta i prezantosh librat e kujt janë, kush i ka shkruar? Përshëndetje për ju dhe televizionistë juaj. Ju falenderoj për ftesën e mësimit që të informoj publikun për një aktivitet të rëndësishëm që të bëhet në Tiranë. Po, se të shkojmë... Kjo libri i Azem Hajdinit Zanit, i cili e ka përjetu masakrën e Tiranit, patbarësisht ka shpëtuar, edhe kur është kthyer në marrjet e tij në këtë libër këto. Ndërsa ky tjetri është i profesor Uran Butkës nga Shqipëria, i cili përpos që ka materiale nga libri, ka edhe materiale nga bollshke nga arhivat shtetërore edhe në Lezhë edhe Shqipërisë edhe të Kosovës. Po, le të kthehemi tani e flasim për këtë simpoziumin shkencor Masakra e Tivarit. Në fakt ju jeni nismëtar, si lindi kjo nismë për ta pasur natyrisht një konferencë ndërballkanike? Ideja ime është e ka hershme që të bëjmë një plak përkujtimore të veni masakrës Tivarit, aty ku është monopoli dohanës si quhet ajo. Edhe rreth 2 vite e ngasmoj këtë temë, megjithatë nuk kam has një kuptim në komunën e Tivarit për arsye se tani jemi si shtet mbeti edhe nuk kemi të drejtë bëjmë kërkesë në shtet kujt. Edhe këtu është ajo që unë e kam ngasur, pastaj mes kësaj konference, për me mujt nga kjo konferencë me lind kërkesa për një plak përkujtimore, njëkohësisht edhe për zbardhjen e mbetjeve mërtore të vrarëve. Do me thënë, ata nuk e lejuan të kishte një plak përkujtimore, ishte gati plaka, ishte porositur, jo, realizuar, apo? Jo, nuk është plaka gati, nuk ka gjë, dhe të aty, neve nuk mujë me punuar pa pas një leje. Të tjere shtet tjetër, neve do të me marrë leje për me gjithë plakën. Une jam si familjar, i njerëzve zhdukur aty, edhe në këtë formë e kompetencuar atje se është kërkesë e familjarëve nga Kosova ta kenë një vend ku me qunë lule. Caktum, komuna e Tivarit nuk e ka kthyer negativ kërkesën tonë, mirë po e ka refuzuar si kërkesë për shkak se jemi shtetas të huj, edhe nuk kemi të drejtë bëjmë kërkesë shtetime. Edhe kjo më ka nxit vitin e kaluar në përvjetor e kemi marrë një tubil të veni masakrës ku ka qenë kryetari i Ulqinit, ka qenë ambasadori e Kosovës aty, ka qenë deputet parlamentit shqiptar që janë në parlamentin e Lezhë, dhe dikun kemi qenë 40 vjet edhe kemi marrë në kam një takim edhe një referim masakrës Tivarit të veni masakrës. Edhe aty unë e kam gjetën një shoqat bosnjakëve, megjithëse unë me shoqatën e shqiptarëve, shoqata e shqiptarëve kombëtare në Selin Ulqin, me ato kam qenë kontakt edhe më herët, mirë po vitin e kaluar e kam takuar edhe një bosnjak aty. Është kryetari shoqatës bosnjake në Lezhë. Edhe kom pasja njëri mërit me në ndihmu në këtë proces, edhe falenderoj përzemërsisht Sulli Mustafiqin edhe Tajknikën që e kanë bërë pa mundërën me bërë këtë organizim, edhe falenderoj edhe kryetarin e Tivarit që me ka dhënë lejen me moj këtë konferencë aty, njëkohësisht edhe kryetarin e Ulqinit.
Tani e kemi leje. Tani e kemi leje me mojtë konferencë. Po, e kur do të mbahet konferenca? Është caktuar data? Konferenca do të mbahet me 31 mars, do të ditën e martë, në ora 10 ka me të muaj aty, edhe unë si mision e kam sot që të ftoj pasat qenis familjarët, mirë po jo veç familjarët, po ftoj edhe hullumtusit, historianët, studentat që të marrin pjesë në këtë konferencë, sepse dohet fjalë për njerëzit e Kosovës, edhe sala ku do të marrë konferenca ka hapësin mjaftume që shkojmë nga Kosova, mundin e kemi edhe 50 vjet atje. Ku do të mbahet konferenca ku, në Tivar? Në Tivar, në Hotel Princes. Në cilën orë? Kjo do të mbahet nga ora 10 të banë. Po, dhe nga ora 10. Kush do të marrë pjesë aty? Do të ketë edhe për shembull përfaqësues nga, nuk e di, nga komuna atje, nga sa mirë. Do të marrin pjesë për me përshëndet të dimin. Po. Do të jenë 3 ministra Mamizi, do të jenë deputet parlamentit, do të jenë 2 kryetar parlamentit Mamizi, do të jetë kryetari i Tivarit, do të jetë kryetari i Ulqinit, do të jetë ambasadorja e Kosovës në Malzi, do të jetë ambasadorja e Shqipërisë në Malzi. Kështu që do të kemi nga Molizi, do të kemi përpasues mjaft, ndërsa ligjërues nga Molizi, që është pavarësi e madhe që ka pranuar ftesën, edhe 2 historian malazez që kanë me referuar për masakrën e Tivarit. Faktikisht, ata në këtë rast e kanë pranuar se kanë ndodhur aty, edhe është e mirë. Do të janë 2 boshtiak, 2 malazez që kanë me referuar për masakrën e Tivarit. Pastaj do të kemi referues nga Shqipëria, e kemi Orhan Butkën, profesorin që edhe ka librin aty, edhe kemi nga Kosova, edhe kemi nga Maqedonia e Veriut, sepse një grup apo një shalor që i kanë qujtë, ka qanin edhe nga Maqedonia e Veriut. Faktikisht në këtë rast e kemi përfshirën 2 shoqata nga Molizi, 1 shoqat nga Shqipëria, 1 shoqat nga Kosova, është shoqata të zhdukurve nga Kosova, edhe 1 shoqat nga Maqedonia e Veriut. Jemi bashkë 5 shoqata, edhe në 5 shoqata e bëhet organizimi. Me këtë konferencë, duke qenë që ju jeni nismëtar, çfarë doni të arrini dhe ku në fakt doni të shkoni, çfarë prisni rezultatin? Do të jetë për të vendosur përsëri atë pllakën, për t'i përkujtuar të paktën të rënët e atij viti që kanë qenë të shumt. Cili është qëllimi? Po, kjo është vetëm fillimi, do të kjo është vetëm fillimi, gjëra do të lirin gradual, nga kjo konferencë do të bëhet kërkesë që dhejet një plak për kujtimore të vendi masakrës të Tivarit, pastaj do të bëhet një kërkesë tjetër për gjetjen e mbetjeve mortore, që është shumë rëndësi, njerëzit në Tivar i din përafërsisht ku janë disa mbetje mortore. Ndoshta si din krejt, mirë po për disa i argumentojnë edhe sot janë gjendje me qytë medalje atë. Kjo është fatbarësi që ne i kemi kuptu këto, takimet me njerëzit që i kemi atje, edhe këtu ka me kanë kërkesa decisive që neve t'i gjallin mbetjet mortore, nëse s'mund krejt, sepse mbatin për motave, ata pjesë i kanë largu atë, nuk i kanë largu këtë për njëherë, sepse kur ka ndodhë ploja e madhe,
ata një pjesë i kanë ngarkuar në vagona, për shkak se është afër portit edhe është sekuruar aty, edhe ata në vagona i kanë ngarkuar, dihet deri ku ka shkuar vagonat, po a i kanë varros aty, apo i kanë djeg, nuk i dim nga. Edhe kjo është me rëndësi. Ndërsa mbetet tjera që i kanë hudhur në det, deti prap i ka kthyr prap, i ka qitë në drejt detit. Edhe ato i kanë morë, edhe ato i kanë varrosur sa ma shpejt në teritorin e Tivarit, janë ato që njerëzit i di ku janë ato. Për këto kam informatat sigurta, edhe këtu kam e kanë kërkesë decisive që bëhet një flak për kujtimore, edhe gjindet mbetet mërtore. Dhe kjo ka me vazhdu ende. E kuptoj. Ti ke edhe një tjetër qëllim në fakt, sepse këtë që e ke nisur në lidhje me këtë organizim të tubimit shkencor, ta quajmë në këtë, ta përdo këtë fjalë e don ende më shumë realizimin e qëllimit, për arsye që the në fillim fare që edhe familjarët e tu kanë qenë fatkeqësisht në këtë janë natyrisht në këtë masakër, janë masakruar. A keni informacione më shumë sa antar të familjes kanë qenë të masakruar në këtë masakrën e Tivarit? Nga familja është familje, nuk është e afërm, është pak më largë, e kam vetëm mirë po, është me rëndësi se neve nga dy grupës parë dhe grupës dytë, po kanë ndodhur masakrat në grupën e parë dhe në grupën e dytë, pastaj ata kanë planifikuar që në një rend ata që kanë shpëtu të vazhdojnë rrugën për ku kanë planifikuar, nuk kanë shkutu pa i numruar. Edhe me shumë politiki i kanë kështu me një idem se s'ka nevojë me numru, s'ka nevojë me vazhdu, ta kanë thonë pa i numru sa kanë shpëtu këto, neve nuk hesim, jo dhe ashtu për nadroni ma mirë vrara që tash se me vazhdu rrugën. Pastaj i kanë numruar edhe nga grupa e parë dhe nga grupa e dytë, kër i kanë njërë dhe sa e njësë nga Prizereli, sa kanë ngellë gjallë, kanë rezultuar 4.310 persona që kanë munguar gjatë të numërimit. Të tëtë, pjesa dërmuese e vratë, një pjesë janë vranë për 5 grupeve që kanë kaluar në për Shqipëri, rreth 1.000 vetë janë vranë në për Shqipëri, fatkeqësisht edhe shteti komunist e ka përkrahur në heshtje me atë kuptimin atë, këtë tragedi tonë këto, edhe janë dikon 1.000 vetë ose ma shumë të vranë gjatë kalimit për Prizrenit, në Kuks, Pushaz, Puk, Vajdesh, Shkodër, Mëriqan, gjatë këti rrugtimi janë vranë në Shqipëri. Tu që nuk bjet numri saktë, sa janë vranë në Tivar, mirë po, kër i kanë mlerë edhe i kanë zbritë, kanë rezultu 4.310 mongët. A ki pjore e modhe, fatësi e modhe, që është bon njërë heshtë shtetërore, pra ty shtetërore. Më thuaj diçka ju vetë personalisht, zoti Rexhepi, a besoni tek që këtu ka pasur gishtë edhe diktatori Enver Hoxha? Sa thuhet? Më ke prek që mas me mbele se vetëm Enver Hoxha du të bëjt publike, edhe pse ato nuk i potencioj njerëzit shumë, e kanë dit përfundimin edhe komunistat në Kosovë, edhe komunistat në Shqipëri. Kur tonë komunistat nuk duhet përmen emra, se është e ranë, njerëzit kanë rrujet, edhe tani mazit kanë rrujet, është e ranë përmen atë. Mirë po, e kam të ndëgjume për njerëzve që e kam përjetuar, dhe të të jo me fashapane, po njerëzve që e kam përjetuar dhe që ka shpëtu. Grupën e parë, komunist nga Prizreni,
ka shtu një komunist i Kosovës, s'du mja përmena një figurë politike, edhe ka inspektu grupën, edhe gjithë ata që kanë qenë nga Gjakova i ka hjek të reshtë. Dhe të dihet se nga qyteti i Gjakovës nuk ka marrë pjesë asë një qytetar masakrën e Tivarit. Gjëveç grupën e parë, po urdhnes, nuk gëzani me mobilizuar nga qyteti i Gjakovës asë njëri. Dhe të e kanë ditën edhe komunistat nga Kosova, edhe komunistat nga Shqipëria. Fatkeqësisht, e ndërhoqja ka mujt me ndërprej këto, sepse pjesë ndërmu se rrugës e kanë bërë në për Shqipëri, po të kishtë pas vëllet, ai ka mujt me nanat kolonë, nësë me vazhdu ma shumë, po e ka përkra, bile që ka shumë më rëndësi me cekë, se nëse dikush ka arrit me nga kolona, e ka zonën arabat partizanët Shqipërisë, edhe ja kam pru njerëzve që kanë përcjell, edhe i kanë vranë prezent tyne atë. Pa të që mëve. Mirë, kam e 2 pyetje të fundit, se nuk kemi shumë kohë dhe minuta në dispozicion. Nëse zëri juaj në konferencë që do të mbahet në fund të marsit, nuk do të dëgjohet siç ju keni menduar, çfarë është në një hap tjetër i radhës? Do të shkoje në një konferencë ndoshta më e madhe, zëri të dëgjohet edhe në drejtësinë botërore në lidhje me këtë masakër vërtet të madhe të këtij viti? Ma këmi bërë një pyetje që nuk kisha dosht ta kërë këtë pyetje tani, për arsye se janë të shtu gjona të rrë shumë mirë, janë të rrë gjona shumë mirë, edhe vjen mirë për të. Do të jam i bindë që plakën përkujtimore kemë me realizu vitin e arshëm në përvjetor, kjo viti 81, do të që 81 vjetë ka ndodhë, do të bërë 82 vjetë, neve kena me pas plakën për kujtimor aty, edhe për ndekjet mërtore, kam shpresë shumë. I shumë asë ndodhë me nga pengu, po neve nuk më ndarmi, po atëherë i shumë do të kemi edhe institucionet shtetërore mrafa, ose kërkesat me quen të institucionet shtetërore, sepse kjo është një individuale, edhe po kalën me shëqata të ato, edhe kemi referus nga 4 shtete aty, për ata kemi qytë ndër balkanike, edhe tani është koha edhe shteti me do kontributin aty. Urojmë në fakt që si shtetet tjetër shpreson që jeni në rrugë të mbarë, sidomos për gjetjen e mbetjeve natyralisht mortore. Pyetja fundi që unë kam, cilit nga librave, ti ke 2 libra, ne prezantove të 2 autore të ndryshme, e tregojnë në mënyrë më të saktë komplet masakrën e Tivarit, që ti e ke lexuar, e ke rilexuar një libër që duhet ta lexojmë edhe ne, ku na tregon çdo gjë, çfarë ka ndodhur në atë vit. Ky libër është i autorit që ka përjetuar. Po, e the që i autorit që ka përjetuar. Me dëshmitar që ka parë. Kjo është dëshmitar i gjallë që ka përjetuar. Tani është nuk ka jetu atë. Harrova potencial. Po, se në fund të tregoj se është një person është ende gjallë, i ka 104 vjetë, që dëshmitar që ka përjetu masakrën e Tivarit, jem shtu 2 herë e këmë intervistu, për shkak gjendjes fizike, shumë gjona i ka harruar, mirë po, është një tende aty, edhe po ta kish pas shëndetin e këshëm quen Tivar, me referu drejt për drejt plojën që e ka përjetuar. Po është një moshë të thyë si shtatë. Mirë, zoti Rexhepi, faleminderit shumë për këto informacione që na dhe, edhe si nismëtar ose ndalo këtë rrugë. Do ta bëj një kërkesë. Po. Do ta bëj një kërkesë tjetër. Po, jemi në fund, po mund të bësh, po.
për pas njoftime për familjar, për historian, për studius, për studenta, që i bëjt pjesë me arë aty, i bëjt pjesë edhe televizionit 21, që të një ekip, banë inqizime që ka më ndorë, se ato do të ngelin për ngjarjet e ardhshme, që kemi ato kujtime atë. Mirë, faleminderit shumë edhe siç po thoja, mos e ndalo këtë nismë që ke nisur. Dhe punë të mbarë, të përshëndesim. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Thuhet aty 3.000 mirë shumë shtu. Nuk shumë me vetë një bërë të gjona, po do të edhe shështia më nga zi. Gjithë mirat, ishim drejt për drejtin me zotin Beadin Regjepi, nismëtari organizimit të tubimit shkencor në konferencë që do të jetë më datën 31 mars në Tivar, konferencë ndërbalkanike shkencore Masakra e Tivarit.